Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonde me ne është Entela Galanci dhe Qazim Kallushi, që i thojnë Gjimin, apo Qazim? Gjimi, Po. Mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë se gjemë. Faleminderit shumë që jeni këtu. Më në fund ju kem këtu, me Ervinin e kem folë që sa kohë, jem shumë gëzuar që gjetët kohë. Kem shumë për të folë. Për ata që nuk e din, jeni një qift muzikantësh që keni një karrierë shumë të mirë, si në Shqipëri, po këtu në Kanada. Edhe unë du të bëj me dijen dëgjuesin që ju keni edhe orkestrën që e keni bërë këtu, orkestrën simfonike në Toronto. Qazim, kur filloj kjo orkestër? Se është shumë rëndësie, do këthemi pastaj te fillimet e para. Zyrtarisht ka filluar në vitin 2007, pak para ardhjes tonë, në një format, në një vend tjetër me fjalë. Unë jam bashku në vitin 2008, si pasojë ndryshimeve që bën, si diçka e re që fillohet dhe pastaj adaptohet në kushte të reja. Unë ngaherë mendoj që, ose duhet mendoj që kam qenë në kohën e duhur, por mas edhe njeriu i duhur për atë grup muzikantësh. Dhe kjo ka qenë historia, jemi pothuajse 20 vjet tani. 20 vjet. Sa instrumentisti ka orkestra? Ka një grup të përhershëm, diku ke 45, 45-50 vjen. 45-50, po në varësi të programeve mund edhe të kemi pas edhe Edhe më shumë. edhe më të madh. Entela je violina parë aty. Po. Si violiniste, ke fillu herët normal, violina fillon spaku të në Kosovë, fillon të në klasën e tretë, si instrument. Në Shqipëri fillon në klasë të parë. Klasë të parë, po. Si është të bashkëpunosh me bashkëshortin aty? Se vriti këtë qazime? Jo. Shumë njerëz më thonë, me burin në shtëpi, me burin punë, sikur nuk shkon. Po. Por nuk e kam ndjerë kështu. Ne edhe në Shqipëri jemi njohur të dy tek orkestra e radios, edhe aty kemi punuar të dy bashk, turnet, çdo gjë e kemi bërë bashk. Tani do më duket sikur çudi që të mos punoj më me Gjimin. Po kemi ka momentet e veta që ndonjëherë jo, ai e shikon për shembull orkestrën, jo, nuk do ta bësh këtë kështu sepse publiku duhet të reagojë kështu, ose ndërsa unë e shikoj nga pikpamja e orkestrës, si muzikante, duhet përfaqësoj gjithë muzikantët e tjerë. Por deri tani kemi bashkëpunuar shumë mirë dhe duket qartë nga rritjet. Po, çka është roli i violinës parë, për ata që nuk e di? Pse quhet violina parë? Kuptohet, është e para që... Po, ka diçka më shumë aty nduket. Patjetër, koncert maestra mban gjithë peshën e orkestrës. Violina e parë që ju po i referoni si violina e parë është në gjuhën muzikore quhet koncertmeister. Është vendosur që nga kohët e lashta që violina e parë ose violinisti më i mirë ai që mban përgjegjësinë për gjithë orkestrën do të jetë koncertmeister. Në pikpamjen e anës vizive të koncertit, koncertmaestri hyn para dirigentit, mbasi orkestra është ulur, koncertmaestri duhet të acknowledge që është koncertmaestër, hyn akordon gjithë orkestrën dhe pastaj jep një shenjë dirigentit që jemi gati. Jemi gati. Po, edhe gjatë koncertit ka shumë përgjegjësi, nuk është një rol që vjen kështu thjesht si violina e parë, por ka përgjegjësi, sepse po aq përgjegjësi sa ka dirigenti që orkestra të jetë së bashku, asnjë instrument mos u mbasi, mos iki, po atë përgjegjësi ka dhe violina e parë, jo vetëm për violinat e veta, por për të gjithë orkestrën. Ka raste që unë jam gjithmonë kështu me sy duke bërë sinjale që tani është rradha jote për klarinetën, ose tani është timpani, prit edhe një mas. Kjo është një përgjegjësi ekstra që përderisa je e fokusuar që pjesën tënde ta lozësh,
ti ke punë menaxhimi tjera, që ti kujtosh tjerëve që hej, tash po vjen kjo. Si me ndan trurin në pes venda, Tela, nuk është e lehtë, E vërtet, ashtu është. Por është një rol që tani ndihem më e sigurt, ka shumë vite që e kam bërë këtë rol. Sigurisht që koncertmaestri duhet të ketë edhe një nivel artistik shumë të lartë, jo çdo njeri do të bëhet edhe mund të bëhet koncertmaestër, sepse koncertmaestri luan edhe pjesë solo. Pothuajse në çdo koncert ka pjesë solo, që luan vetëm koncertmaestri. Edhe duhet ta një partiturën në thellësi veprën, që çdo instrument kur ku do futet, do thotë edhe ajo është diçka që duhet ta kesh atë njohurinë vet. Edhe eksperienca ka të bëjë. Për shembull, unë tani njoh shumicën e simfonive, e di shumë mirë muzikën që luaj, ndonjëherë vetëm vje violinën se luaj nuk ka problem. Është thjesht ana artistike e programit edhe se si është deliver ky program tek publiku. Në syrin e publikut duket sikur shumë mirë violina e parë, po jo, ka një pesh. Një pesh, edhe përgjegjësi shumë madhe. Dhe përgjegjësi. Natyrisht nuk mbaj përgjegjësinë si Xhimi, për shembull, ai është shtylla kryesore e orkestrës, sepse ai ka gjithë menaxhimin e orkestrës dhe të çdo individi, por e imja është në pikpamjen artistike. Po mirë mo Xhim, si a del me 50-60 veta? Për zotin nuk është e lehtë. Se janë gjithë profesionistë dhe janë artista dhe janë instrumentistë, i cili në atë punën e vetë. Po, si më thonë, më mëson dhe puna, duke qenë vetë muzikant, unë me 15 vjetë eksperiencë në Shqipëri si muzikant, ajo është një faktor plus, sepse e din vështirësitë e punës edhe problemet. Po them që me respekt të dy anshëm, duke respektu për atë që i bëjnë, duke i vlerësu për kontributin, për sakrificat që i bëjnë. Edhe më thënë drejtën duke edhe i qenë mirë njohës, sepse më kanë mbështet në çdo lloj propozimi, projekti, ide ose drejtimi që jam mundu t'i jap. Sepse, si të thashëm, kur u bashkova orkestrës, e kishte një histori. Po që si çdo njeri që afrohet, si çdo menaxher i ri që afrohet, do t'i japi një fytyrë tjetër, do t'i japi një vizion tjetër. Ne që vim nga Evropa, kemi, si me themi, disa formate që jemi mësuar, që ndryshojnë këtu. Jo se ajo është më mirë se kjo është më ndryshe, po në varësi të audiencës, gjërat janë ndërtuar me vite, me shekuj, me dekada. Kështu që në atë vitet e para, unë jam mundu me sjell disa formate, eksperienca artistike, ndërtimit programeve, nga ato që kisha përjetu vetë si muzikant, pas e kisha pa në Evropë. Kështu që për dalë aty të pitja jote, e kam gjetë një mbështetje në pikpamjen e atyre që kam propozu. Nuk ka pas të themi paragjykim ose rezistencë. Edhe kjo e ka po punën më të vështirë, kështu që ndaj këtyre njerëzve jam dy fish mirënjohës, përveç se për atë punë që bëjmë, për profesionalizmin, edhe për gjithçka që bëjnë për ta në skenë, po edhe që në një farë mënyrë që më kanë duru për të gjona që ka dash kohë që koha i ka provu dhe pastaj ato që kanë qenë të mira kanë qëndru, ato gjëra që nuk kanë funksionu, po njerëzit në përgjithësi këtu ti vetë jeton prej kaq vitesh në Kanada, ka një disiplinë pune. Ka, e vërtetë është. Dhe një farë respekti i autoritetit të atij që ka marrë përsipër dhe i lehet atij personi për ta kryer punë. Është vërtetë. Kjo është diçka që unë e kam pasi si plus tu. Dhe e bën punën më të lehtë, kuptimin që ti e di që deri në momentin që do ta realizosh nuk do kesh pengesa. Pastaj në varësi të rezultatit do japësh dhe llogari. Po themi që Po unë besoj që këtu përderisa je gjatë rrugtimit, është një marrëveshje e pashkruar që këta kuptojnë një lloj standardi se si shkojnë gjërat, nuk kanë nevojë t'ju shpjegosh shumë gjëra. Sicili e din punën e vet, përgjegjësinë e vet, edhe
unë besi që kjo edhe tjetra, ka një tjetër respekt, një logjik tjetër, është logjika e Amerikës Veriore që quhet, është më ndryshe, është hands-on, duhet aty edhe e din vendin ku e kanë edhe, ndoshta edhe respekti i hierarkisë. Kjo po du me dalte, si e shohin ata një instrumentist, kanadezër këtu, instrumentist shqiptar, që ka nga Shqipëria, i huaj, kur anë fillim. Se instrumenti flet vetë, kuptohet. Absolutisht. Po ka të bëjë edhe pak me botën ku jeton, mentaliteti, etnia, shumë gjëra. E shojnë ata një energji tjetër tek ju? Ndoshta e në këtë rast. Pa dyshim. Shkolla jonë, shkolla e muzikës në Shqipëri, ka qenë një shkollë shumë e fortë, sidomos për harqet. Jo vetëm si shkollë muzike për instrumentat, por edhe për solfezh. Akoma e mbaj mend atë mësuesën e solfezhit Sonjën. Ne kemi qenë të paktën, unë kam qenë një brezi në të njëjtën klasë me Tedi Papavramin, kemi bërë të njëjtin solfezh, kanë dalë shumë muzikantë të mirë nga ajo shkollë. Dhe të qenit këtu në fillim na kanë parë se nga Shqipëria nuk e kanë ditur vërtet. Nuk e kanë ditur vërtet se çfarë niveli sjellim ne nga Shqipëria. Mua në fillim më është dashur pak kohë, edhe vite që të vërtet njerëzit të më njihnin që sa mirë i bie violinës, sa mirë deshifroj, sa mirë në solfezh, këto gjërat muzikore. Në fillim bëra një audition dhe nuk më thritën për pak kohë, sepse nuk në mendimin tim me atë mentalitetin që vim nga Shqipëria, që se fitova audition tani e zura punën, mbaroi kjo punë. Po jo, nuk ishte ashtu. Ata nuk shohin vetëm anën muzikore, ata shohin edhe disiplinën, edhe se sa shumë fit ti me këto njerëz që punon së bashku. Dhe pastaj kur fillova të luaja në orkestër, më ndryshe më pan njerëzit, vlla Fidel, kemi dhe një muzikante të re atje. Shumë njerëz më kanë shprehur që si ka mundësi ti vjen nga Shqipëria dhe ke këtë nivel kaq të lartë muzikor. Dhe i kam thënë që jo vetëm unë, po gjithë brezi jonë ka patur atë nivel. Dhe nuk jam me vetmja muzikante këtu, ka dhe të tjerë, kështu që them që kemi krijuar një lloj respekti. Një lloj respekti që për shkollën tonë. Për shkollën, bravo. Në Shqipëri. Ajo është shumë e bukur. Po, Qazim, sa vjetë u ban këtu tash në Kanada? 20, po? 19 bëjmë në gusht. Po. Shkoni çdo vit? Jo çdo vit, në varësi. Edhe fëmijët tash janë i moshë që kanë ato independencën e vet, po Mentela e ka dhe familjen e vet e ka në Amerikë, kështu që është një kompromis. Një kompromis, po. Mundësi kur jepet mundësia. Fëmijët tash janë në fakultet, në college, a? Po vajza mbaroi u diplomu, po punon tani në një kompani investimesh, ndërsa djali është në vitin e fundit, po këtë vit po bën atë co-opin, që sistemi këtu i ofron një vit pune. Edhe janë bi 19 vjeç, po du me thonë që po ai është babi mami vetëm shpjell dhe pak. Edhe pak. Drejt asaj. Po një gjem të refrenin të që gjithë më shumë. A po dëgjoj ky refren, a? Do dal, do bëj këto. Por jo, jeta kështu dhe ne kemi kaluar atë periudhë. Ndoshta është një periudhë që është pak më rënd që të përjetohet, sepse me një anketë dëshirë që të bëhen pavarën, për në anën tjetër shtëpia thatë, si thotë. Mentela e ka më problem. Unë e ka më problem, them të vërtetën, do më duket shtëpia bosh. Unë jam më tepër ke independenca, kuptimin që herët avon do bëj vaki. Ja, do bëj vaki. Po unë i them gjithnjë kur ta ndjesh veten që je gati, analizoje dhe, si më thënë, mirë, i urojmë fëmijëve shumë sukses, ajo më rëndësi. Faleminderit. Shpresoj që mos të harrojnë babin edhe mamin, të vinë më shpesh. Jo të marrë me hangra dregën e mirë që po mami. Po se erdhën në telefon, mami, e telefon. Po, Gjimi, ma thuaj për vitën Shqipëri. E di që ke punuar edhe në orkestra atje. Po. Tash, na flet pra të rrugtimin tënd atje. Si ka qenë, pastaj do dalim edhe te Entela, se du me dal dikun tjetër. Okej. Po? Po për ta hequr atë kuriozitetin, ne kemi filluar në të njëjtën kohë.
rrugtimi ka qenë i përbashkët. Apo, Ato turnet, koncertet bashkim. bashkë keni bërë. Zaten, ato turnet u bën mas edhe shkak ju lidhën bashkë, në një farë mënyrë. Kjo ishte. Po dëgjoj, ne kemi hyrë në orkestrën simfonike të radio televizionit shqiptar, që ishte në fushën e muzikës institucioni më prestigjos, themi kështu. Përveç orkestrës të teatrit, operës dhe të baletit. Këto dy orkestra janë. To ishin. Radio televizionit? Kjo ishte orkestra simfonike që mbulonte programin simfonik plus edhe festivalin dhe muzikën e lehtë. Dhe ishte edhe orkestra e teatrit operës që kishte produksionet e teatrit operës, baletit, rrallë herë simfonike. Do të thonë ishin të dyja ndara. Kto ishin të dyja formacionet full time edhe 100% me suport shtetëror. Kishte në përvendet, në për qytetet e tjera kryesore të Shqipërisë, në formën e filarmonive me kod pjeshme, me kontrat, nuk e di si funksiononte, por ato pasaj në vitin 90, kur ju ranë me sopat shumë gjonave dhe ato u zhdukën. Po. Ne kemi hyrë në vitin 92. Unë jam diplomu në vitin 92, 93. Por ka qenë një periudhë në atë kohë kur si shumë fusha në Shqipëri edhe nga në arti pat një largim. Edhe një pjesë e mirë e harqeve në orkestrën e radio televizionit patën, nuk e di, një koncert, një turne në Greqi dhe një pjesë ndetën atje. Kështu që neve na ofrua mundësia, isha i brezi që sapo ishte diplomuar ose që po diplomuaj, na u dha mundësia, hajde provoni. Normalisht u provum bëm ato të gjitha, domethënë. Edhe kemi bërë audicionin në të njëjtën ditë, në të njëjtën kohë bashkë edhe u pranum për fat mirë me fjalë. Tashi po të kthesh mbrapsht ta mendosh që kemi qenë 23 vjeç në atë periudhë. Mosha, entuziazmi, dëshira për t'i eksploruar, për t'i bërë gjitha gjëra. Tash kur e thua sa serioze ke qenë institucion, shumë serioze gjithë, pa dyshim që ke qenë. Po ishte pjesë e rritjes, pjesë e fatit që nga i herë të ofrohet në një kohë, në një moment caktuar. Unë më mend që kisha ndamene që do ikja dhe unë Greqi. Ka qenë shtator të 92-shit. Edhe kisha një komshiun tim që ishte pjesëtar i orkestrës televizionit, biles ishte dhe speaker në radio televizion, në Radio Tirana. Ariam Filja, dhe takojme aty afër Pazarit të Ri, kishim shtëpiat afër, e më shef më, po ti çfarë bën? I thashun kështu tash. Ai ditë që unë kisha diplomu, i thashun, por edhe këto muaj thash me kismet do kthehem prapë në Greqi, kisha vajt 1 muaj, 2 muaj që. Edhe më thotë Ariani, e prita se muajin tjetër kemi një koncert, vjen këngëtare me fam nga Italia, Katia Reçaleri, dhe e di tha që një pjesë e jona do shkoj në Greqi, tha, dhe ka mundësi dhe mund të mos kthehen, tha. Hajde një herë provoje. Provoje, po. Ka që ishte një kështu përshëndetje aty në një informacion, po. Edhe unë me matet venjen atëhershme thash, po rri, më thash, po humbni gjë, po rri edhe 1 javë, 2 javë, po rri, po e shty këtë. Edhe më mend që bëm koncert në Pallat Brigadave dhe ishte Katia Reçaeli, një nga ato sopranat e fashme të Italisë atëherë. Dhe speaker, prezantuesi atij programi ka qenë Pippo Baudo, i shoqi, ish komentatori e speaker i famshëm i Italisë. Tash i mendo ti 22 vjeç me mendjen që nuk e di çfarë do bësh, një gjendesh pa pritur në një mjedis të tillë. Edhe më merr mendja që më la mbresa, më pëlqeu, më ngrofi. Po. Edhe vendosa të rri, ha dhe çik edhe një çik, se ka kohë me ik, edhe metëm aty, pastaj 15 vjet kemi bërë në atë orkestër. 15 vjet. Entela, jeni futur dy të njëjtën kohë në orkestër, apo Çazimi Xhimi është futur për më herët? Unë gjeta atë, domethënë disa muaj më përpara se unë, dhe unë isha në vitin e fundit të Akademisë së Arteve, kur më thanë që radioja ka 2-3 pozicione, kështu që do bënin konkurs, bëra konkursin dhe konkursin pastaj e bëm të dy në të njëjtën kohë. Ishim akoma ishim sa e njihnim njëri tjetrin, atje u njoftëm. Dhe kjo ishte historia jonë. Si u njoftët? Kjo është pyetja. A vjen? Ja? Kjo është pyetja.
I kam qef këto shumë. S'po di ta pyes Gjimin apo ma mirë në tele për niks me ty. Po, pa tjetër. Se kam Ti je më e sigurt. Më e sigurt për ti. Si u njofët ju dy? Ne u njoftëm në orkestrën e radios. Dhe fillimisht unë më duk fytyrë e pa parë ndonjëherë. Gradualisht se në punë do flasësh me njerëzit, u bëm shumë shok, ishim pjesë e një shoqërie së bashku, të gjithë së bashku, dhe sikur u duk që në fillim që në nahen qik më shumë muhabeti se sa të tjerët. Dhe Po i qetë kështu si gjithmonë. i qetë. I nga dalë kështu, po s'mo javash. I nga dalë. Por ka shumë forcë me atë qetësinë e vetë, ka dhe atë. Ka. Kështu që më duk, si që ta tamam kështu thashë, më duket i qetë, i urtë, njëri i shtruar, pse jo. Por ndetëm shok shumë të ngushtë dhe shok shumë të mirë për një kohë, dhe pasaj gradualisht e pam veten që jemi më shumë se shok. Më pasaj u martuam, kemi 2 fëmijë, Sara dhe Amir. Kjo është historia jonë. Bukur shumë. Po pse Kanadaja, Gjimi? Pse e vët këtu? Si ndodhi kjo? I pyes gjithu këto. Jo, mirë bën. Se shumë kom qef me ditë për Zotin. Mua edhe sot e kësaj ditë më pyesin shok në Shqipëri, po pse hike, se e kishe pozicione, ku diun. Që ta kuptosh atë, pse merret një vendim, duhet ta vendosësh në kohë, edhe situata si përjetohet atëherë, me fjalë. U kam qenë 2 vitet e fundit të kohës në orkestër, u bëra menaxheri i orkestrës televizionit, po asaj orkestër, ku kishim vite që ishim si muzikant. Do të thënë, relativisht mund të thosha që isha në një post, ose themi me karrierë që mund edhe të shkonte edhe më lart, nuk mund ta ankohesha nga ajo. Por nuk e di, vështirë të them sot pse. Kanadaja, unë them vështirë të them pse u larguam, dosa për Kanada mund të them që e kishim megjithëse e kishim, ose përdesa e kishim shëtitur Evropën dhe e njihshim pak a shumë atë situatën. Edhe më thonë drejtën në vitet 90, se po flasim tu kur kemi ardhur ne këtu në 2007, po prap ishte akoma ajo jehona ose eksperiencave e fillim 90-s. Nuk ishte terreni i favorshëm për shqiptarët në Evropë. Edhe e dyta, ne nuk mendojmë që thjesht po emigrojmë për një arsye strikt ekonomike, sepse s'po na dalin lekët në fund të muajit ose ku diun me fjalë. Besoj që kemi pas edhe një farë kureshtje ose kështu ambicie dhe profesionale që edhe ta provojmë veten diku. Edhe Kanadaja sikur majsa e bëm atë researchin, sikur i çekte ato boxet. Duhet qenë vend me emigracion, me vend me një themi support relativisht më shumë se sa vendet tjera për të ardhurit. Edhe kjo bënte të mendoje që mund të qashsim, me thënë, më kollaj se në një vend tjetër. Asnjëherë nuk e kemi pas idenë që do ikim diku dhe do fillojmë çat na ndali përpara në çdo lloj fushë ose në çdo lloj pune. Jo, ideja është që po të shkojmë diku, mundohemi ta fillojmë ose mundohemi ta kapim nga aty ku e lam. Kështu që mbase kjo ka, nuk e di. Entela, po si e kujton ti, largimin nga Shqipëria në atë kohë dhe ardhin këtu? E lehtë nuk ishte, sepse unë lash prindit mbrapa, edhe njerëz të afërt. Nga ana tjetër kisha motrën dhe vllajën në Amerikë dhe Amerika do ishte një opsion akoma dhe më i mirë për mua të filloja një jetë atje. Por ajo që mua personalisht nuk më pëlqente në Amerikë ishte se ishte Amerika shumë Amerikë, shumë e ftohtë. Ndërsa në Europë më dukej ai racizmi i Europës në atë kohë kundrejt shqiptarëve nuk më dukej as pak realist edhe as pak i këndshëm. Ndërsa Kanadaja më duk një vend më social që ishte diku ndërmes të Amerikës dhe Europës, si stil jetese. Prandaj dhe ndoshta zgjodha Kanadan, që të isha dhe vetë një çik më rehat. Nuk e dija që këtu do të gjeja vërtet miq të mirë dhe shoqe të mira ose
njerëz që vërtet na mbështesin. Ishte pak e rënd fillimi, sidomos unë isha me fëmijë të vegjël, akoma se kisha gjetur veten këtu, ajo bora e parë më është dukur kaq e tmerrshme, Xhemi, nuk e ke iden. Ishte e mbaj mend si tani sepse ishte koncerti im i parë me Toronto Philharmonia, që ishte një nga 3 orkestrat më të mira në Toronto, dhe unë isha shumë e fatë që fitova audicionin, dhe ishte dhjetor që bënin një koncert ato. Dhe kam dal nga apartamenti, sikur kam ecur në labirinthe, se bora jashtë ishte kaq e gjatë. Vajta mora autobusi ngeci në borë, njerëzit dolën të tërë kështu, si tamam si në korat komuniste, që hajde dalim të shtyjmë autobusin. Në veten time thosha unë timone se mbaj dot, jo më të shtyj autobusin. Janë vete këta çfarë bëjnë? Dimri është i rëndë. Dhe më është dukur kaq shumë i rënd ajo, dhe kur vajta atje thash, unë do të kthehem, nuk ri këtu, nuk e përballoj dot këtë borë. Kur sa po shkoj te orkestra, shoh një fytyrë të njoftur nga orkestra e televizionit, që dhe ai ishte po në këtë orkestër. Bardhi, ai i bie Kornos. Bardh, si pat emrin? Bardyl Gjevori. Gjevori duket, po kam dëgjuar për të. Kështu që ai sikur më hapin çik syt, më tha që bora këtu s'ke ç'i bën, po ka dhe gjëra të tjera të mira, kështu që mos u ngut të ikësh. Për vitet e para thoshim edhe do kthehemi. Dhe ishte shumë, për mua më ndihmoi jashtëzakonisht fakti që munda të merrem me muzikë, prap të vazhdoj me karrierën që kisha, dhe që të dy e gjetëm veten në një farë mënyre brenda profesionit ton. Përndryshe ajo dëbora e mërshme, do më kishe bërë të kthehesha. Po aty në aeroport kur u përshëndet me familjen. Shumë dhimbshme. Keni ndonjë foto, se jem duke punuar me disa të jashtëm një dokumentar që po vlitet kanë nevojë të kenë foto atij momentit kur janë përshëndetur në aeroport. E kujtoni atë moment? Unë e kujtoj shumë, sidomos maman time. Dhe tani që jam nën vetë, them sa e fortë pas ka qenë ajo që më nisi mua kështu, ose më la të hikja në një botë të pa njohur për ata, të pa njohur për mua, dhe nuk e di, diçka u thye, dhe gjithmonë mendoja, dhe kur kam shkuar më mbrapa në Shqipëri, i thoja dhe Xhimit, a do t'i gjej tezet prap kur të shkoj, apo jo? Xhimi, si e kujton ti? Më thënë, për sinqerisht, turbull e kujtoj, mase ka qenë dhe ajo që isha do merja vendimin dhe nuk mund të shikojsha por rreth, se mund ishte diçka që ma kthente mendjen, mund më bënte të ndjesha nostalgjik ose me pishman e tilla gjëra. Më thënë drejtën kur kam hik, ka qenë kështu, u mor vendimi pun një muaj një gjë e tillë. Biles kemi qenë orkestrë të radios, orkestra do shkodë të bëte një turne në Shqipëri dikur nga veri lindja, edhe unë bora ato borderot ato gjitha, nuk i kisha thënë njeriu që do ikja nga pjesa e orkestrës, kisha thënë vetëm atyre drejtorisë televizionit, edhe për hir të vërtetës më dha një vit leje, më thanë shko provoje edhe hajde. Venin marrujtën atëherë, ka qenë një drejtoresh Zamira Koleci, drejtoresh e radios, ish gazetare. Edhe, do më thënë, nga kë pikpamje, si që tha Entela, ishte një 50% që po nisemi, ta shohim, po edhe mund të kthehemi. Nuk e kujtoj shumë atë moment, sepse siç të thash, ishte unë nuk duhet të tregojsha as dobësi, as nuk duhet të tregojsha pishmollik për të mos dhënë atë genit të tjerëve sinjalin që kjo puna mund mos heci, mund mos bëhet. Do mund t'i ke thonë vetes, do mërzita ma vonë. Shkoj një herë atë, ta krym punën. Jo, erdha, i futa këta në hotel, edhe kemi në një hotel diku në Highway 27 edhe Belfield Road, e këtoj gjithë mua për aeroportit atë. I futa këta gjithë, aty në atë parti vjeje telef, se ke kaluar dhe atë të gjitha gjë me fjalë, dhe pastaj në mëngjes, kam dalë aty në mëngjes, ta flinin akoma, dhe ti del aty në një kryqëzim, ku vetëm kamiona nga kamiona kalojnë aty. Po.
O zonë industriale. Aty, më një shpejtësi në mëngjes me atë amullinë e mëngjesit, edhe jam fut mrena sinqerisht me syt me lot është çi kam bë vetë, çi kam bë dhe këtyne, po si më thënë pastaj e mbledh veten dhe thuj, ej, tash i erdhëm, ta provojmë, ta shikojmë deri se ku shkon kjo punë. Nuk është e lehtë, sidomos në ndarja, sepse është diçka që shkërmoqet, të i thënë në Kosovë shkyt. Po. Edhe ne nuk bëhemi kur tamam, po nuk e kuptojmë, sepse dhe fillosh nga e para. Se ndryshojnë drejtimet. Ndryshon gjithçka. Me rëndësi është që me këmbgulësi dhe me punë e keni gjetë veten. Jo çdo kush vjen këtu edhe vazhdon zanatin e vet. Qartë. Nuk është e lehtë. Jo, nuk është. Sidomos për artistët. Është shumë e vështirë sepse është diçka tjetër sistem atje, tjetër këtu. Tjetër ritmi i punës atje, tjetër këtu. Mënyra atje është institucioni i shtetit këtu gjithçka privat. E këtu du me dalë është tek orkestra Xhimi. Do të thotë, nuk është e lehtë menaxhohet nga ana financiare, sepse do të thotë ata njerëz duhet paguhen. Patjetër. Edhe nuk janë 4 veta, po. Jo, janë 14. 14. Si a deni ju, si orkestër, meni për shembull donacione nga bizneset, apo sponsorshipe, apo se dhe kjo është një aspekt menaxhis. Gjitha bashkë. Është kombinimi gjitha. Gjitha bashkë. Kur ka më men akoma vitin e pash bëra një vit postgraduate në Humber College për art admin. Edhe ishte administratori i arteve, si quhet. I kishte një program. Po, është program special, po. Program. Dhe ai më ka hapur shumë horizonte, sepse visha edhe nga një eksperiencë menaxhimi, biles para se të bëhesh menaxher e radios, neve aty në orkestrën e radios bashkë edhe me ca kolegë të tjerë pa të bëjë një orkestër harqesh me ndihmat e fondacioneve kryesisht evropiane me shumë sukses, bëm turne nëpër Shqipëri, nëpër Ballkan, e quajtëm fillim New Sounds, pastaj kur e kuptuam që nuk mund të rritet gjithmonë New, e bëm Alp Sounds. Po domethënë kishim një eksperiencë, por nuk ishte prap shumë larg nga kjo që gjej këtu. Është tjetër sistem. Tjetër sistem. Është llogari, është parashikim plani. Shumë gjëra më kujtohen tash po ma thuti, if you fail to plan, you're planning to fail. Në qoftë se nuk bë plan, ke planifiku dështimin. Po. Edhe kjo ishte një natë, në periudhën ka një vesh mytën tjetri, po pastaj kur e kupton ti vetë, pastaj shokon që po nuk planifikove, nuk di se ç'pret. Yes. Edhe ka ndodhur dhe gjëra që vërtet surpriza, për fat mirë timi nuk kanë qenë dështime, po nga i herë them që po ti kisha shikuar gjërat më me imsi, mase nuk ndodhshe. Te pjesa e mbështetjes, aty në shkollë, ai profesori na thoshte, tha, është ai 3 legs tool. Ne kemi pasur në Shqipëri, po më duket se në Malësia i ka pas ato stolat me 3 kam. Shkomit me 3. Bravo. Edhe në teorinë e artit menaxhimit këta e përdorin kështu si shembull atë, thoshte që janë 3 kam. Njëra është suporti nga shteti, fondet e public funding. Po. Municipal të bashkisë, të provincës apo të federale, gjithnjë varet ato se çfarë niveli je ti. Në far buxheti, kualifikohesh nëse je mbi këtë buxhet, nëse nëse. E dyta janë suporti nga bizneset ose nga donacionet nga privati, private support, mund të jenë donacione, mund të jenë reklama, mund të jenë sponsor, si të jenë gjithë ato. Edhe e treta është ajo earned revenue, ajo që e fiton veti nëpërmjet biletave, apo nëpërmjet në atë kohë bëheshin CD ose çdo lloj që mund bësh ti. Në qoftë se këto janë në balans me njëra tjetër, diku ke 30% e buxhetit vjen nga njëra, nga tjetra, jenë rregull. Ka momente kur njëra është një kohë më gjatë se tjetra, mund të qëndrojnë koma e stoli, po gjithnjë ka dhe probleme që në kohë të gjatë. Tu funksionon, se bëj këtë muhabet edhe me miqtë mi, ose me ato kolegë që kam akoma në radio, i them atyre ju jeni me fat, sepse keq apo mirë, nuk shtrohet çështja këtu që nëse ky koncert dështon, mund vëmë në rrezik të gjithë atje stinën ose ecurinë e gjithë e sezonit. Këtu është pavarësisht se ka një kalendar koncertesh, këtu është
themi event pas eventi, çdo event ka rëndësinë e vet, duhet financiarisht të arrijë ato pritshmëritë, planifikimet e tilla gjërat, sepse nëse se ti akumulon një humbje në këtë koncert, akumulon humbje në koncertin tjetër me radhë, e para nuk do kesh gjendje financiare për të filluar atë sezonin tjetër, se duhet një gjendje financiare disa mijëra dollarë për instrumente, dekurajon instrumentistët pastaj fillon. Instrumentistët fillojnë dhe e ndjejnë që pjonat nuk janë aty, sepse shikojnë që ka prerje të aty është shkutim të shpenzimeve, gjëra që janë mësu që t'ja ofrosh, nuk ja ofron më sepse nuk e ke aftësinë financiare ty. Dhe ndikon. Njerëzit nuk thonë jo sepse e dinë sa e vështirë, se nuk është biznes, themi fitim prusë, joni. Këto dojmë dalë. Tu është e qartë, të gjithë kanë qartë. Ta dim që nuk është orkestër fitim prusë. Nuk është fitim prusë, është për mbush ato nevojat artistike në radhë parë, komunitare, dhe normalisht njerëzit paguhen për kohën që i dedikojnë nga i pari te i fundit. Por është gjithnjë është një përgatitje financiare, artistike, ka dhe raste kur pjesë artistike del në plan të dytë. Sepse sado mund të jetë intriguese dhe tërheqëse si projekt artistik, por ku nuk ta mbush mendjen që financiarisht do të arrijë atë rezultat, është një risk që nuk merret dot. Mund ta marr unë, edhe ka pas dhe raste e ka marr, por nuk mund ta bëj këtë pafundësisht. Ka një bord pastaj që në fund fare unë teknikisht i jap llogari, dhe numrat janë aty, zeza mi të bardhë, nëse disa sezone shkojnë me humbje, fondi rezerv fillon e shkurtohet se do përdoret për të mbuluar ato, atëherë shifet që atëherë hap krahun ti, se nuk mund të mash patjetër peng 50 vjet atje. Kjo është gjithë ideja. Ajo orkestra, vetëm ta dim, quhet Greater Toronto Philharmonic Orchestra. Po, sepse Toronto në fillimet e viteve 90 bëri atë amalgamimin e famshëm ku Etobicoke, North Yorku dhe Scarborough ju bashkuan qendrës Torontos. Se quhet të gjithë zona Greater Toronto Area, dhe kjo ka qenë ideja. Në të njëjtën kohë është kriju dhe orkestra, dhe besoj dhe ajo inspirimi ka ardhur nga kjo. Nga kjo. Po është një orkestër filharmonike, emri është nga një herë nuk e zgjedh dot emrin që do, sepse e ka marrë dikush tjetër para 100 vjetësh. Po nuk ka rëndësi. Ja, është shumë e rëndësishme. Ideja është vetëm me ditë si quhet në anglisht. Ne shkojmë gjithnjë me GTPO, njerëzit janë mësuar me GTPO, edhe ne në fillim të dyve na dish çikot mësohesh me këtë, me inicialet, po kjo është normale këto. Unë do kthehem tek violina. Ndërsa unë kam studiu klarinet për 9 vjet, kështu që po, edhe kam mësuar solfeggio. Ka qenë një arsimtar Zeki Sufi nga Gjilani, e përshëndes shumë. Edhe pastaj në shkollë mesme kanë qenë të muzikës Prishtinë dhe harmoninë e këto. Tash violina njihet si mbret instrumenteve, apo mbretresha më mirë me thonë. Pse është kjo për violinën? Se është viola, violoncelli, e plot, pse ka violina? Shumë muzikant po t'i pyesësh se të gjithë kanë të njëjtin mendim si ta muzikantët e famshëm, duke filluar që nga Beethoven, Mozarti, që menduan që edhe violina e parë koncertmaestri duhet të jetë violinë, jo një instrument tjetër, sepse violina besohet të jetë një nga instrumentat më të vështirë për të mësuar dhe për të luajtur tamam. Për të bërë një profesionist në violinë duhen vite të tëra pune. Ndërkohë që një kitar, nuk dua të ofendoj kitaristët as pak, por një kitar ti mund të luash për një javë, luan një këngë të vogël në kitar, në piano gjithashtu e luan, për një javë mund të luash një këngë të vogël. Në violinë nuk e nxjerr dot tingullin, nuk e di ku është nota. T'ja shpjegosh. Se ajo ty s'ka ndarje. S'ka ndarje, nuk ka ki, nuk ka. Kjo befason se gitara i ka ndarje, e di ku i vendos gishtat, s'pa ku duke i pa. Këtu është edhe problem edhe me pa. Nuk e shikon. Nuk e shikon, Violin kanë bërë 8 vjet e para, po është
të merr Është vështirë, ti duhet të rillahesh në atë. në Dhe është e veshin vogël muzikore. ajo pjesa kur, si më thonë, ku gishtat i nxjerrin notat. Është shumë e shkurtë. Kur unë mbaj mend. Si quhet Ervina? mësuesët- Tastiera. Tastiera e Tastiera e violinës. violinës. Po, Mbaj mend lutem. mësuesin e violinës, Edmond Sinani, ai më thoshte gjithmonë, po e ke shumë lart atë, ulen çik intonacionin. Dhe unë lëvizja gishtin. Wow, tani ule 2 nota thot ai. Do me thënë vetëm brenda një lëvizje të gishtit, intonacioni kështu si me qime floku lëviz. Dhe është e pamundur për një fëmijë të vogël ta bëjë atë. Kështu që prandaj ata edhe violinat ta thonë, të gjithë muzikantët thonë, po nuk fillove 6 vjeç violinën, nuk e merr dot më mbrapa. Nuk e me brava. Se ato gishtat e vogël, e kujtohet si fëmijë kur shtronin ata, kuptohet e dilshin ato notat disononin kështu, se fillimi, derisa të fillon mi kap, ku o nota, jo thot këtu. Mu më duket, se klarinetin e di, kuptoj, i vendos gishtat, i di ku i ke paka shumë. Kuptohet është frymor, se është mirën, nga që ti duhet t'i japësh gas, si thonë me mu shkri, por s'paku i di ku i ke gishtat, po kjo violinina mu Dhe s'është puna vetëm e gishtave të dorës së majt, është also edhe dora e djathtë. se ku shkon sa Se vendos. sa tingull do nxjerrësh, është e vështirë të nxjerrësh një tingull të mirë në violinë, të paktën për një 3-4 vjet, jo. E dallimi me violën ku është, Elena? Viola është në strukturën e violinës, është pak më e madhe se violina, por telat edhe intonacionin e ka njësoj si cello. A, e ka Do si thënë, qela? e ka më të thellë timbrin edhe regjistrin. Violina është instrumenti që shkon më lart në regjistër. Edhe ka dhe dallim, e thonë shumë me shaka. Në orkestër ku dallohet një violinist me një violist. Se violinistat e kanë shenjën këtu. Se nga që majnë violinën këtu për 8 orë dhe i bëhet kështu kurse. Kurse violistat e kanë shenjën këtu. Se shumicë në kohës në orkestër nuk i bin. Dhe jo bëhet shenjën këtu. S'kemi ne violist vërdall, nuk i metet atri. Nuk do i metë. Gjemi Po nuk e kam bon këtë. Gjemi unë e them ndonjëherë për shaka kur kemi bërë atë audicionin se Gjimi luan disa instrumenta, por ai është graduar për double bass, për kontrabas. Për kontrabas, po. Dhe kur kemi ata t'japin në Shqipëri ka qenë shumë serioze kjo punë, që ti të merrje një vend pune në orkestrën e radio televizionit shqiptar ishte një nder shumë i madh. Dhe kur na bënin audition kështu konkurse, na jepnin pjesë që nuk i kishim luajtur ndonjëherë. Ta vinin aty para dhe ti e shikoje. Të shikoja atë partin tim, nxinte me nota, gjithë nota. Ndërsa ky shkon, ky i fut një pizzicato kështu po, një notë vetëm kaq. Edhe i thënë, po tani, Me zise viola. më zise viola. Më zise viola. Ne ulemi aty në fund. Atje në fund. Ne në fund ke muri atje. Edhe karriket ju kanë sjell kohë fundit. Karriket janë në fund fare, Pa, kemi të speciale, larta me qartë. fjalë, që ta shohim atë Ta shohim. situatë, se si vujnë të atjerë. Ndërsa ne shkretët jemi gjithë kohën duke luajtur gjithë ato nota aty. Por kështu është Jo, ne kemi instrumentin më të rëndë nga pikpamja e peshës, E peshës, kështu që po. balancohet ajo vështirësia. Po veç është shumë instrumente, shumë ka një ritmi i saj shumë interesant si bëhet. Sidomos në jazz. Po, në jazz është tjetër gjë. Tjetër gjë. Ato që kanë eksploruar jazzin me kontrabas, Po. nuk jam e saj fushë, po që është tjetër gjë, sepse e the drejti nuk është thjesht sound, po është edhe ritëm. Edhe ritëm është. Ja, edhe ka dhe improvizimin. E ka, aty, po. është tjetër bota ajo. Të duket sikur s'po bën e gjë, po në të vërtetë është komplet një botë aty e mbrëmshme. Sepse kjo instrumenti që i thojnë bass, Ja. do thotë në për bende muzikore, Po. ajo vjen nga kontrabasi Po, de po. facto. Është upright bass, Upright electric bass, bass. electric dy- bass, dy po. variante, ja. A e mban në ritmin de facto. Por atë është Po. kryu, se për ato notat e poshtme të majë ritmin. Por pastaj aty në muzikë jazz ajo s'është bashku një normalisht është piano, bas Bas. edhe një saksofon, Një saksofon. ose një trom. Në tram. Do thëm, roli i basit nuk është thjesht shoqërues aty pse hyn, është pjesë e asaj trio ose e kuartetit, ka pjesë. Unë dëgjoj shumë jazz dhe sidomos të viteve të 50-ta, 60-ta. Ja. Ku ishte ajo Kulmet e veta. Kulmet e veta. Nalem i shondë një vite thëmë. Cilën atë botën e vetë, Eksakt. me atë ritmin e vetë, po dikun puqen, prap ikin, eksplorojnë, janë mjeshtrat parë ku nalë shë me ndohë.
Po, sigurisht shumica nga ta janë të trajnuar edhe nga muzika klasike. Besoj që po, shumica po. Se aty është baza e gjitha. Shumica po, natyrisht që janë. Po saj, si më thonë, diferenca besoj që është pastaj e individit, ai që ka më tepër sens kreativiteti, improvizimi, ka dhe dëshirën për të eksploruar dhe në momentin që e gjen veten të lirë për të eksploruar dhe për të bërë dhe forma të tjera të artit dhe edhe i bën. Entela, Vivaldin, ma thuaj. 4 stinët. E ke lozur sigurisht. Po. Na Edhe flet në diçka. Shqipëri, edhe Po, këtu. po. Disa herë këtu, 2 herë në Shqipëri, edhe shumë herë këtu. Është një pjesë që nuk e di edhe fëmijët e njohin si pjesë, sepse është me të vërtet një pjesë që është aq e shkruar kaq bukur, e kompozuar kaq bukur, tamam për çdo stin. Dhe po ti hysh në detaje, për shembull, dëgjon edhe atë të lehurën e qenit gjatë natës, në një natë kush ver shumë vap, dëgjon ato të borën kur bie shiun, erën kur vjen, është padyshim një nga ikonat e repertorit violinistik dhe unë kam patur kënaqësinë ta luaj me GTPO, me Greater Toronto Philharmonic Orchestra dhe pse jo dhe në future mund ta luaj prap, nuk e di atë. Nuk e di. Po, cila nga veprat përveç kësaj e ke me qef që ka thellësinë dhe ka emocionin që sepse edhe artisti fundit do ta ndjejë shumë edhe është shumë personale pse një vepër pëlqen më shumë se tjetra, po kam kurreshtje ta di. Përveç kësaj, në një vepër tjetër. Kompozitori im i preferuar është Bach, edhe më pëlqen të luaj Bach. Dhe një muzikant i mirëfillt nuk quhet muzikant, po që se nuk e luan Bachun. Në çdo audicion që shkosh në botë, e ke detyruar një pjesë të Bachut. Pa i duket shumë i thjeshtë kështu. Absolutisht jo. Amo. Absolutisht jo. Është padyshim kur e nga më të dëgjon, vështirë. nuk ka diçka se ka qenë koha barokut, është Ai tjetër. është jo më kohët e kanë quajtur baba i muzikës Po. Western music, po ai vërtet që ka sjell muzikën në nivelet që janë sot. Asnjë nga muzikantët ose këngëtarët ose jazz nuk do ekzistonte nëse nuk do të ishte ajo prania e Bachut atë që bëri ai në muzikë. Nuk është i lehtë për të luajtur, është shumë i vështirë në çdo instrument. Ka bërë rreth 3000 vepra, ka qenë shumë produktiv. Por në veçanti nga simfonitë kam shumë të preferuar Sibelius dyshin, është simfonia ime më e preferuar, shumë madhështore, shumë grandiozo. Më pëlqen Rachmaninovi dyshi, piano concerto. Piano concerto, po, dhe është e shumë i bukur. Do me thënë, ndërsa për violin më pëlqen shumë Mendelssohni, koncerti për violin. Ka vepra që vërtet lën një lloj memory, si thuash në Ke një vrag emocionale. Kam një lidhje emocionale, sidomos me Mendelssohnin, sepse aty kam fituar auditionin për të kaluar nga shkolla 8 vjeçare në shkollë të mesme. Në shkollë të mesme. Se back then, atëherë kishim këto konkurse, po se kaloje do vije në një shkollë tjetër. Po. Nuk kishe më lidhje me muzikën pas kësaj. Je i mirë, po nuk je tamam sa duhet. Ai filtri ishte i vështirë, se ishin shumë konkurrent. Për të vajtur në shkollë të lartë konkuruar rreth 100 ca violina, po vetëm 20 do shkonin. Ishte vështirë. Ne kemi hyrë në shkollë në universitet, kur themi ka qenë ajo pjekuria më e madhe. Orkestra simfonike, thonë këta i ka pas vitet e arta, fundin e viteve 80. Po jo rastisht edhe shkolla e lartë, Instituti i Arteve, ku gjithë ato shkollat e mesme përfundonin atje, ka qenë piku. Aty ka dalë brezi më mirë, po thjesht pa i përmend me emra në gjithë ato. Du me përmend Qesk Zadeja, kompozitor shqiptar. Unë i kam dëgjuar shumë veprat e kompozitorëve shqiptarë dhe nuk di, më jep një nostalgji, është një emocion, një dhimbje shqiptare që është gërshëtuar në muzikë klasike, po është klasike, po s'është klasike. Ka të motivet tona. Natyrisht. Qarë e keni takuar jo gjatë ndonjëherë, apo ka qenë brez më i vjetër? Po si. Shumë më i vjetër ka qenë.
Po, unë me të birin, Albanin, jemi një vit diferencë, dhe kemi qenë goxha shok. Edhe kam shku në shtëpitë ati disa herë, qesë kur atëherë ishte në një moshë të thyer, domethënë, duke çudi sepse ato vitet 90 jetë ndryshuar të gjithë njerëzit. Edhe shkonim në shtëpi dhe rrallë herë kemi bën muhabet themi për muzikë ose për art, po shikojshim në një film, shikojshim ku diun ato gjëra që na kishin mungu dhe besoj edhe brezit atyre akoma dhe më shumë. Kështu që po e kam taku dhe ka qenë mbreslënës. Ato që kam pas pedagog, pastaj kuptohet. Por kthehesh tek pyetja jote, po influenca në muzikë shqiptare ka pas pa diskutueshme. Jo shumë se sa për numër veprash, po se sa ndikim ka pas ke brezi tjetër në mënyrën se si ke edukuar duke i dhënë të gjitha ato çka dinte. Dhe ka qenë tepër profesional, po Shqipëria ka pas një brez tepër profesional kompozitorësh të asaj periudhe, disa të edukuar besoj në periudhën e luftës, po themi në Itali ose në Austri, pas edhe pjesa tjetër që edukun në ish bashkimin sovjetik, po pavarësisht pjesës ideologjike, pjesa artistike e shkollës ka qenë tepër profesionale. Po. E kujtoj, ka bëm duket nëse s'gaboj edhe muzikë filmi, Qesku. Po ka bërë muzikën e filmit Skënderbeu. Skënderbeu. Ai ka qenë student me sa, mos më kuat për saksi, po e di që ka qenë student, kështu që normalisht si student më merr mendje që pedagogu i atij ka pas dorë në atë, në mënyrën se si është orkestru, po gjithsesi ati metet ajo... Kush kanë qenë emra tjerë? Kujtoni atë kohë? Ka qenë Prengja Kova, shkolla ime e muzikës ka pas ka bërë operën e parë shqiptare. Pjetër Gaci. Pjetër Gaci ka bërë violinën atë koncertin e parë për violinë, mos gaboj. Pastaj ka qenë një brez Kujtim Laro. Që ka ardhur më vonë, themi pak më tri, po bashkë me këta ka qenë Tish Daia, nuk po më kujtohen, Fejmi Ibrahimi pak më vonë. Ka ta Shqipëria dhe një kompozitor të muzikës klasike që... Po, nuk e di se si mund ta shpjegoj, po edhe muzika klasike ka evoluar. Shive me sy tjetër dhe kishe pritshmëri tjetër në vitet 50-60, ndryshe shihet edhe pritshmëritë janë. Marrë mendja që pjesa më e madhe atyre tash janë të fokusuar të jo të muzika filmit ose të muzika që prapë mbetet në stil klasike, ose të muzika eksperimentale, më moderne. Ka numër kompozitorësh, ka akoma Thoma Gaci, akoma është Thoma Simaku, Lalo. Aleksandr Lalo, ndjes pasaj ka qenë më tepër i fokusuar të muzika e lehtë, muzika e filmit, është Aleksandr Peçi. Ka një numër, sepse ta thash unë që Zadeja përveç veprës vet, ka dhe meritën që ka kriju një shkollë. Një shkollë të mirë për... Shkollë, bravo. Po, tash ekzistojnë të dy orkestrat në Tirana. Ekzistojnë të dyja, në të njëjtin format, besoj që dhe aktiviteti me sa ndjekun është normal, në javor, kuptohet me prurje nga jashtë me elementin aty brenda, më thënë, jo, funksionojnë krejt normalisht. Bukur shumë. Unë du të bëj pyetje tjetër këtu tek orkestra, prapo kthehem. Unë personalisht kam pa shumë koncerte të orkestrës juaj edhe ju përgëzoj. Edhe me thonë drejtë na ka dhënë një ndjesi krenarie që kem udhëhecin artistik, kem violinë e parë dhe pastaj edhe angazhimi juve në komunitet. Du të bisedoj për këtë, është shumë e rëndësishme sepse ke qenë për komunitetin tonë aty kur ka pas nevojë. Dhe kujtoj ish ambasador jon Ermal Muça pa të bërë tek në teatrit të universitetit, po, si quhet harova emrin. Izabel Bedër. Si erdhi te ai bashkëpunim që të bëhet diçka e tillë, që për zotin ishte një ndjesi e mirë tash. Absolutisht. Po. Po më vjen mirë që ti e përmend sepse Ermali pat një rol kryesor aty.
gjithnjë qarkullonte ideja si shumë projekte që i kemi në komunitet i diskutojmë, e planifikojmë, po që vështirë se bën, sepse nuk është e kollajshme. Nuk e gjikojmë askënd, sepse dim kohën e vetë. Thjesht po e sjell më tepër për të dalë te roli atij. Kurse në atë moment ai kishte 1-2 vite që më thoshte kur të vi koha e përvjetorit marrëdhënieve duhet bëjmë diçka. E fillimisht më tha ta sjellim orkestrën në Ottawa. I thosha në televizor. Thosha, unë sa herë që shkoja në Ottawa për çfarë arsye, thosh, Ermali do nxjerrte atë muhabetin në ty. Edhe biles na merrte aty te zyra, i thosha se po kuptohet ai normal bote punën vet dhe ishte tepër respektuar në atë që bote. Edhe unë nuk mund ja prishja, po i thash gjithnjë me mentalitetin e tyshëm, po të bëj një preventiv edhe pas e vendose ti. Po zhvendose një trupe në Ottawa nuk është aq e kollajshme. Nëse eksploruam atë opsion, sallat nuk ishin të disponueshme në ato data, në ato hapësira. Ottawa ka një specifik duke qenë kryesisht qytet që ka një përqindje të lartë të zyrtarëve të shtetit apo diplomatëve. Nga njëherë weekendi, me sa kuptoj, nuk është i favorshëm për eventimet. Kur i ke këta me ftesa, duhet që të bëjë aktiviteti diku në një mes jave, edhe kuptohet që orkestra nuk mund të shkote atje në orën 2 drekës e pastaj të kthehej në orën 9 darkës. Ishin shumë gjëra. Sallat nuk ishin disponueshme për atë hapësirë, për atë numër njerëzish që do. Edhe u vendos ba Toronto. U vendos ta bëjmë Toronto atëherë. Në Toronto do ta bëjmë për komunitetin, pjesa e diplomatëve e zyrtarëve, ato do t'i ftojmë, po ato që të vinë. Kjo ishte ideja. Unë e di edhe koncerti tjetër, mos ta harroj, ku isha pjesë aty për 25 vjetorin e refugjatëve, arrin e refugjatëve në Kanada, ishte organizuar nga Ambasada e Republikës së Kosovës me ambasador zoti Adriatik Kryeziun, edhe ishte këngëtar Ram Lahaj. Eksakt. Unë isha si moderator edhe Klodiana Vata, por ishte edhe një dirigent aty. Bujar Lapaj, që të e përshëndesin. Ajo ka qenë diçka edhe ma e fort, një emocion për ne që bile ka marrë provat, kujtohet që i kam dëgju provat. Drejt. Edhe është një knatësi, një ndjenje krenarie, kur e ndëgjon një orkestër të huaj Kldoz, kryesisht repertoar. Kryesisht ka qenë. Sepse kur e kemi bërë eventin e parë, ka pas një 3 ose 4 pjesë shqiptare, pjesën tjetër pasaj i kemi luajtur një pjesë që orkestrove ti që shkruajte për Ferdinand Dedën, po gjithsesi u mundum duke qenë se ishte marrëdhënie diplomatike me dy shteteve ta bësh në balancume. Kishte edhe vepër kanadeze, dirigjenti ishte kanadez, ky ka qenë eventi i parë me Ermali. Edhe ishte dirigjent pastaj kur u bë me ambasadën e Kosovës, sollëm Bujar Lapaj nga Vancouver dhe kuptohet. Si më thonë, ishte thy akulli në një farë. Dhe duke qenë se ishte edhe Ram Lahaj me atë repertorin kryesisht me pjesë shqiptare ose përpunimet këngëve popullore, domethënë balanca e programit ndryshoi. Ishte shumica ishte. Aty mungonte vetëm Ermonela Ja. Unë vdes për këto simbolikat, një nga Shqipëria, një nga Kosova, sepse ajo do e zbukuronte, fatkeqësisht kishte mundësi se kishin kërkuar asaj që të vinte. Jo, po kushdo që t'ishte, botë ishte 22, do kishte më tepër larmi programi. Unë kam përcjell pastaj dolat e publiku i shija, se më intereson të reagimi. Ishin shumë emocionuar njerëzit. Po normalisht në këtë lloj formati, me këtë lloj programi me repertor shumicën shqiptare, me autor Rau Dhomi dhe Lorenz Antoni, me Çezaden, me Fehmi Ibrahimi, me këngë popullore shqiptare, aty me muzikën e filmit Skënderbeu. Bëzoj që rrallë herë bëhet edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, vetëm bën një event të tillë. Që ta bësh të në Toronto, me 500 veta në salë, me një publik që i ka për zemër këto, po që nuk e ka atë fatin i gjoj për ditë, ose asnjëherë, mase nuk e kishte menduar që unë mendoj që shumica aty si kanë dëgjuar. Asu si kam dëgjuar me orkestër. Kam pa në televizor, dikur pjesë, po me qenë live me dëgjuar. Ishte një punë voluminoze. Ishte voluminoze, po filloi me eventin e ambasadës shqiptare, dhe për të kthy ke ambasadori Ermal Muça, si më thonë, mori përsi për tha do ta bëjmë këtë punë.
edhe ka qenë një vend, ka qenë edhe një kështu një koincidencë e bukur, ndërkohë që bëj mbledhje bordi aty, edhe unë e kisha mbaru punën time në kuptimin që e kisha prezantu atë sa do të bëj buxheti, ti e vetë më rëndi kësaj pune, unë duke përdorë dhe gjithë sistemin suportin e orkestrës për ta bërë këtë gjë që të mundej, në mënyrë që mos i rëndoj buxheti komunitetit dhe të bëhet e pamundur me fjalë, por tek e fundit ne jemi një orkestër që është në Toronto dhe i shërbejmë gjithë komuniteteve të Torontos. Në këtë rast i shërbim komunitetit shqiptar dhe kishte krejtësisht normale. Edhe u bën ato mbledhje derisa diskutoheshin, sepse se gjithë dam fjalën, po ishte puna që do të materializoheshin gjitha këto gjëra. Pa shumë gjëra të vinë. Do filloj të firmoseshin çeqet e gjitha gjërat me fjalë. Edhe më kujtohet një nga ato mbledhjet që i bënim kështu diskutoheshin detajet në WhatsApp. Unë kam qenë Katar duke pa neshjet e kupës botës. Asnjëri nuk e di, të shkova vetëm për 4-5 ditë. O çasi, po çim me futboll tjetër dhe Elvini më çmendën më buris do të ndeshim në futboll. Elvini thotë ja tu pa ndeshjem, si ndeshjem. Mirë. Po mirë ishte, ai që World Cup. Po, ja World Cup. Po thjesht po ta sjell kështu si kështu dhe unë qesha me veten time se ti thosha me vetë, po ti thoja ti them tyre se ku jam unë dhe ju po diskutoni. Po siç thash, puna ime kisha marrë Ermali ishte te pjesa organizative dhe te pjesa kontributit real të gjithë secilit që i kishte marrë përsipër ta bëte. Edhe ajo ishte shumë e vështirë sepse nuk ishte bërë asnjëherë në atë lloj formati. Ja, nuk ishte bërë. Dhe në momentin që u bë ajo, u kriju një stamp ose një ashtu draft i asaj dhe ku erdhi puna pasaj tek ambasada e Kosovës ishte kriju. Biles më mend që ambasadori kryes bravo. I thash Antion po pse duhet me bë pa tjetër ke Izabel Bedër. Jo tha aty tha nuk ka opsion tjetër. Në kuptimin që disa gjëra kur funksionojnë. Nuk e pse me prishë me ndryshu. A e ka për 1500 ulse nëse s'gaboj. Absolutisht. Se ka dhe katin e dytë po, ka. Edhe publiku mësu, është në qendër, kishte disa favore, por si të thash është. Edhe si akustik është e mirë. Ne ja kemi gjetë mënyrën aty, kemi vite që bëjmë koncerte, kemi figuritarët kur i thonë se si mund të bëhet që orkestra të ketë dhe orkestra të vetën, po që funksionon, përderisa funksionon për ne për koncertin e radhës, biles mas 2 javësh aty do e kemi, kështu që kështu ka qenë historia aty. Entela, do të kthehem aty tek momenti kur na thanë që po fillon për koncerti edhe kur e morën vesh që vili na parës shqiptare Entela na mbetëm. Vetëm kështu, homë na doli shqiptare tjetër këtu. Si e ndjek se emocioni jot për kur i luan veprat shqiptare. Sigurisht jep një nostalgji. Si ishte për ty? Në syt me lot ka qenë prova. Për këtë të garantoj. Prova, do të thotë ti e shtel prova që mos korritet si thon publikisht. Edhe në koncert, po prap duhet ta mbaj vendin veten më mirë se jam edhe kështu nuk para më shef publiku, por në prova ashtu isha me lot vërtet. Kishte pjesë që jo vetëm sillnin nostalgjinë e viteve tona, por kishte pjesë që vërtet na ngjit ajo muzikë. Është shumë e dashur për ne, shumë e bukur për ne ajo muzikë. Dhe muzika jon është shumë gjunaf që ne kemi jetuar në atë periudhë të komunizmit kur nuk kishte mundësi që ti tregonim këto talente të vërteta. Kur kam orkestruar pjesën e Ferdedës, më ka marrë kaq shumë komente nga njerëzit në Shqipëri sepse është një kompozitor i jashtëzakonshëm, shumë i rrallë, me një talent shumë të rrallë. Dhe është gjunaf që muzika e tij të mos luhet e të mos njihet. Faktikisht e kam orkestruar unë, por e ka luajtur një fizharmonicist kanadez dhe ai e ka futur atë pjesë në repertorin e tij. Ai bëri një tur pasaj në Argjentinë, Brazil, Amerikë, Europë dhe e ka luajtur atë pjesë aty. Dhe mua më bëhet jashtëzakonisht qefi që më në fund po luajm një kompozitor shqiptar, se kemi vlera. O zot, aq kem vlera, aq kem muzikë shumë, edhe gjunaf për ata filma që s'po bëhen, edhe për muzikë filmi, si Polifonia Labe, si muzika e Shqipërisë mesme, si muzika popullore, motivet ndryshme, si gjamat e burrave në veri që ka shumë që u veç shpresoj që të investohet më shumë kulturë. Truhet ajo, të prezervohet, se
ka një vazhdimsi të lashtë antike. Absolutisht. Edhe një talent I papar, si çdo art e sport kur ishte shqiptarët, se janë shumë karakteristik, janë shumë ekspresiv, janë çdo që u shpresoj që I truhet më shumë. Është edhe një gjë. Sorry. Është dhe një gjë që arti asnjëherë nuk mund ta mbaj veten financiarisht. Jo. Jo orkestra jon, po dhe orkestrat e botës dhe orkestra e Vjenës, që është orkestra e Vjenës, financohet nga dikush, mbështetet nga dikush. Po. Nuk mbahet vetëm me bileta ajo punë. Kështu që në këtë drejtim, ndoshta dhe komuniteti, dhe njerëzit, dhe qeveria, dhe ka vend që të bëhet akoma dhe më shumë për të mbështetur Të artin ruhet më shqiptar. shumë, të prezervohet, të përpunohet, të regjistrohet, sepse nuk ka vetëm pse është e jonja është I mirë, por unë mendoj që edhe të huajt ju e dini që Po. kanë një korreshtje enorme, se tingulli jonë është tingullin e vete. Është diçka, po, është muhabet tjetër, po do kthejmë edhe një pyetje para se të mikni. Bashkëpunimi juaj me Marlis Got Talent. Apo Antela. Antela ka qenë më të. Antela më falë quna. Unë kam qenë rol support. Support, Po ke qefti, bravo, ti me kontrabas. Me kitar. Po, Lindi si një ide aty një kafe të shpejtë edhe kështu dhe vendosëm që unë dhe Ina Zoza të bënim diçka. Dhe Ina ishte shumë e gatshme që të priste fëmijët në shtëpinë e vet dhe aty lindi si një ide e bëm atë të parën ashtu, po si do gjej muzikën, se muzika nuk gjendej në atë kohë. Nuk ka recordings të këtyre pjesëve me muzikë instrumentale që të mund të këndojnë kalamajt. Kështu që atje ishte kontributi më I madh sepse fillova të shkruaja këngët për kalamajt, një eksperiencë shumë e bukur. Jo vetëm që e bëja se kisha kënaqësinë vet, po të ndihmoj edhe këto kalamaj dhe këndonin shqip, këndojnë këngë shqip. Vajza ime, qika jeme, Adena, shkon tek Ina Zoza aty dhe mëson shqip. Po, këndojnë këngë shqip. Do të thot, janë disa këngë që janë punu e janë orkestru nga Antela edhe ja ku jem kështu kontribuohet në komunitet. Absolutisht. Unë këto është shok, kjo është vlerë e shtuar. Pra ti thonë Ervinit, në podcastin ton dua që çdo njeri që ka kontribuar edhe pak për komunitetin, ta din tjerët, si cili në profesionin zanatin e vet, atë se ka mundësin. Edhe disa me qef vajza ime I këndondesh. Se unë ja lëshoj shpi e ndëgjon, po ndryshe kur I shef mitje. Ja, absolutisht. Ndryshe Tjetër kur ambient. këndojnë bashk, ndryshe kur këndojnë me muzikë, unë as nuk e kam për çdo Marlis Got Talent, çdo vit, sa herë që thoshte Ina, më duhen këto 3 këngë, ke mundësi, thosha po si, patjetër do t'i bëj. Dhe I kam bërë me shumë kënaqësi. Pas një detyrim, pas një attachment të themi kështu vetëm për ato fëmijë se këndojnë shqip dhe kanë dhe mundësinë që të krijojnë një lloj komuniteti aty me njëri tjetrin. Janë bërë shok e shoqe atje. Po, edhe gjenerat pas generate tash, se u bo gati sa vjet, 12 vjet apo 13, nuk di sa kështë Ervin Shumë duket. vite ka. Mi tani shumë. ishin të vegjël kur filluan aty, tani janë në punë. Pa janë punë, kanë përfunduar në universitet, se më thështë Ina vina vizitojnë ndonjë këta që janë Po ajo është pjesë e fëmirisë atyre, siç ne kujtojmë pjesë e fëmirisë son kur bënim këtë. Por ata, në ndryshim nga pjesa tjetër e shokëve që nuk janë shqiptar, kjo është diçka e veçantë. Pra na duhet ne si shqiptar, ajo shtëpia shqiptarit. Duhet të organizohemi disi që ta bëjmë. Ta kemë vendin aty për gjitha aktivitetet tona shqiptare, kombëtare, etnike, muzikore, që të cilët bëhet një vorbull, po shpresoj që do punojmë gjithë në drejtim edhe po mundohemi. Absolutisht. Po unë ju falenderoj shumë që ishit sonte këtu, na kënaqet. E di që për ftesën. kem folë ma shumë për muzikë, po isha shumë interesuar di më shumë për atë. Edhe unë me nëzis ju shoh në koncertin e radhës. Falenderojmë për ftesën, unë tur edhe suksese ty dhe Ervinit, kur kemi arë në verë këtu ishte kantier ndërtimi, Po, tash I keni bëjë diçka shumë të bukur, tepër profesionale. Edhe është vërtet, edhe ky është kontributi juaj për komunitetin që ka një vlerë pa llogaritshme, sepse I jepni zë pjesës komunitetit edhe vlerësoni gjithë ata që, domethënë,
suksese, urime, është Shumë vërtet arritje kjo që keni bën kaq pak kohë. Faleminderit Gjimi, faleminderit. Shpresoj të jem zonë e komunitetit, që të afrojmë gjithë. Kushdo që kontribon, ne dojmë të hapim odën, po oda jonë është të hapim për gjithë shqiptarët. E besoj këtë. Shumë faleminderit, Kënaqësia respekt, jote. kënaqësia, shumë faleminderit.